Specialistë sektori qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasin SZ, banues në Korçë, pasi ai u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e dieshme për një aksident të ndodhur në fshatin Nizhavec në Maliq, ku ngeli dëmtuar shtetasi LS, 21 vjeç, i cili është duke marrë mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën, policia informon se specialistë sektori qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin JD, 61 vjeç, banues në Vreshtas, për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Specialistë për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasen SL, 32 vjeçe, banuese në Itali, pasi gjatë kontrollit u ushtruar në një ambient lokal të marrë me qira prej saj, u konstatua që ajo ushtronte aktivitetin duke mos lëshuar kupon tatimor. Me datë 21 qershor 2025 në rrugën Qukës Qafë Ploç, në automjetin pronësit firmës 2T, dyshohet se ka rënë zjarr. Nga veprimet e parahetimore dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë një mase elektrike. Po në këtë datë në fshatin Moradh në Korçë, në banesën e shtetasit VM, 81 vjeç, dyshohet se ka rënë zjarr si pasojë e rrjedhjes së gazit. Si pasojë e flakëve, ka marrë dëmtime të lehta vetë pronari i banesës, i cili pas mjekimit të marrë në spital u largua në shtëpi.